Sot është dersi nasiati I fundit për Imam Mehdiun. Dhe me këtë derse përthekojmë, insha Allah, këtë kapitullin që flet për një paralajmërim nga shenjat e Kiametit. Këtu përmendmi disa dietar që kanë mohu daljen e Mehdiut, daljen e këtij imamit I cili do të udhëheqë me drejtësi, dhe do t'i përmendmi disa argumente rreth të cilëve argumente gjithë mohuesit aty sillen. Këtë po e bëjmë me qëllim që ndonjëherë kur ta përmendë dikush emrin e Ibn Khaldunit, një dietar I vjetër, e thotë Ibn Khalduni e ka mohu daljen e Mehdiut, ardhin e tij, mos habitesh. Apo kur ta ndëgjesh se dikush prej dietarëve të mëdhenj të kalumën, po edhe në tashmen që e mohon Mehdiun, mos të vije çudi dhe mos habitesh me thonë ai hoxha jon 10 ditë ka folë në Ramazan për Mehdiun, aha, kjo s'ka na kërkon kjo meselja. Nuk do të habitesh, madje edhe do të tregoj se pse e kanë mohu, madje edhe do të tregoj se pse me të vërtetë është lajm I saktë dhe I besueshëm ardhja e Mehdiut. Gjitha kandeve dhe rrethonave do të japmi përgjigje që ti si musliman të jesh I bindur sepse besimi në ardhen e Imam Mehdiut është pjesë e besimit tonë. Dhe besimtari asesi zguxon me pas hamendje dhe shybe në çështjet e besimit të tij, që kanë bëjnë me imanin tonë, me besimin tonë. Dhe çdo herë ka pas njerëz, dhe çdo herë ka pas edhe dietar madje të mirë e të devotshëm që ndoshta ndonjë mesele nga meselet e dinit I është mbështjellë. Apo argumentet I kanë mrinë ndryshe dhe qasjen e ka pas ndryshe, dhe si pasojë gjithë atyre rrethonave, ai ka dhënë një mendim krejtësisht ndryshe nga ai mendim që është I njohur tek ummeti. Andaj ne do të mundohemi që këtë mesele dalin pra ardhin e Imam Mehdiut të e përthekojmë për gjitha këndvështrimeve të mundshme. Me të vetmi qëllim që ti si xhamat, si musliman, si besimtar që e ke këtë besim, të e kesh të ndërtuar mbi dije. Joni të kom marrë dhe derse të vije një njeri, një shybe me ta xhujt, edhe me thonë të dera, Ibn Khalduni ka mohu këtë, edhe ti me mbet qyshbe. Jo, nuk ka me ndodh ajo, me atë që ndëgjon, me vëmendje dhe me atë që e kupton në fund me filt këto derse. Ibn Khalduni tha, duke u hamen në pranimin e Imam Mehdiut, andaj thu të reddede, se ka mohu krejtësisht po akon me dy mene, so kon bash I bind në daljen e tij. E pasaj thot në thojën e tij të njohur, wa hiya kama ra'aytu lam yakhlus minha min an-naqd illa al-qalil. Jam me dy mende me shybe në daljen e Imam Mehdiut, nga se pak prej haditheve që flasin për Imam Mehdiun janë hadithe për të cilat hadithe nuk ka muhabet. Të kjo kanë mri rivajetet dhe transmitimet që janë më dobta, që flasin për Imam Mehdiun, s'kanë mri ma shumë rrugica, ma shumë transmitime rreth kësaj çështjeje, I ka qëllu ndonjë hadith I dobët që ka shumë hadithe të dobta për Imam Mehdiun, është fakt. Shumë hadithe madje ka dhe të rrenjshme. Shumë hadithe ka të rrenjshme. Hiq as që janë haditha të rrejna. Ka marrë dikush ka shkruajt çka I ka ardhur në krinë e vet, edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu. Varësisht prej çfarë periudhe, epokë dhe prej çfarë rrugica apo rrugë I kanë ardhur transmetimet në ndonjë dietarit në bazë të asaj që I ka ardhur, në bazë të atyre argumenteve që I ka pas para vetes, ka dhënë edhe gjykimin e tij. Andaj Ibn Khalduni thotë nuk jam të bindë jam me dy mende të çështja e Imam Mehdiut, nga se shumica e transmetimeve nuk janë të sakta. Apo të shumica e transmetimeve po ka muhabet aty.
po qëllon aty në zinxhirin e transmetuesve dikush që nuk është njeri I besueshëm, po qëllon dikush që është gënjeshtar, po qëllon dikush që s'është I sigurt në atë që e transmeton, andaj këtij si ka flet zemra që me pas një besim një besim të imanit, në çështjet e imanit, pa qenë hadithi fort mirë I argumentum dhe I fort. Po na përmendëm se cilësimin e Imam Mehdiut përmendet edhe në hadithet e Imam Buhariut, Muslimit, shumë e radhë, por wallahu alem, si duket tek ai kanë mri hadithet e tilla dhe të kësaj kategorie. Muhammed Rashid Ridha, edhe ky e konteston ardhin e Imam Mehdiut dhe thotë wa amma at-ta'arudu fi ahadith al-Mahdi fa huwa aqwa wa adhhar. Thotë sipas asaj që ka mujt me lexu, se hadithet që kanë të bëjnë me Imam Mehdiun janë hadithe kontradiktore njëra me tjetrën. E ka thonë s'mundem të ndërtoj qëndrim me një mesele të imanit, ku hadithet që flasin për atë mesele të imanit janë kontradiktore njëra me tjetrën. Dhe si ka flenë zemra në këtë çështje, dhe ka thonë thonjën e tij të njohur, Muhammed Rashid Ridha, dietari I njohur, Ahmed Emin, thotë hadithu al-Mahdi hadha hadithu khurafa. Kjo është alo ma e rëndë më këto. Wa qad tarattaba alayhi nata'ij khathiratun fi hayati al-muslimin. Thotë hadithet që flasin për Imam Mehdiun janë hadithe të shpikura, dhe këto hadithe sjellin rreziqe dhe sjellin kaos në jetën e besimtarëve. Ai ka për qëllim se me daljen e Mehdiut do të paraqitet një prijes, një pushtetar, I cili prijes dhe pushtetar do të erëzon gjitha pushtetet dhe prijesit tjerë. Dhe kjo e ka kuptuar se kjo do të sjellë një farë kaosi, që pushtetarët aktual natyrisht të prekën të hidhronë edhe të e luftojnë. E vërtetë se kanë me luftu. Dhe pikërisht këtu është edhe qëndron hikmeti se lufta nuk do të ndodhe, se Allah azza në atë fush të rafsh do t'i përmbyte në tokë, do t'i fundose në tokë atë ushtri, me gjithat madhësinë e madhe që e ka. Zotëre dhe alameti I parë I ardhjes së Mehdiut është pikërisht ajo ushtria. Dhe pas kësaj njerëzit val kanë marrë, kanë me adhon besën. Por, si duket, si pasojë e mungesës së argumentimit dhe argumenteve, dhe boshqëqeve në mozaikun e asaj fotografie që e ka emrin Mehdi me thonë kushtimisht, mungesa e disa pjesëzave I ka shti njerëzit deri tek ky fakt që më ardh edhe këta me dyshu në ardhen e Imam Mehdiut, apo me pas hamendje në pranimin e këtij faktit historik apo kësaj shenje të kiametit. Abdullah ibn Zaid al-Mahmud thot ودعوى المهدي في مبدئها ومنتهاها مبنية على الكذب الصريح. Thot, dhe pretendimi se do të vijë Mehdiu, krejt është I ndërtuar mbi hadithe të rrejshme. Rrejnë është, s'është e vërtetë. Thot është rrejnë, nuk është e vërtetë. Thot dhe ky besim është besim I kotë, dhe është besim I keq, I pa argumentum. E thot, kretë kjo sjell prishjen e harmonisë apo mirëqenies së besimtarëve dhe paraqet një farë rreziku dhe mohon natyrisht si ndodhi ardhen e Imam Mehdiut. Muhammed Farid Wajdi thot ma warada fi al-Mahdi al-muntazar min ahadith an-nadhirun fiha min uli al-basair la yajiduna fi sudurihim harajan min tanzih Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawliha. Thot sipas asaj që kam lexuar, sipas asaj që kam lexuar dhe kam mri, lirisht mund të them se këto hadithe që kanë të bëjnë me Imam Mehdiun, nuk mundemi të themi që I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra, thot, këto hadithe nuk mundemi me thonë dhe me pretendu se me të vërteti pas ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa janë hadithe që janë jashtë rregullave të përgjithshme fetare. Që ashtu është.
Se i gjithë kiametit dhe gjitha shenjat e kiametit janë jashtë rregullave të përgjithshme, qofshin ato fetare, qofshin ato me thonën fizike, qofshin ato kosmologjike, thejnë rregullat. Do të ndeshen kodër me kodër. Do të ndryshon Allahu disa njerëzve fizionomin, pamjen. Kjo është jashtë rregullave fizike. Dhe gjitha ato shenja që kemi tregu se bëjmë përjashtim nga rregullat e përgjithshme. E këtë përjashtim që s'kan mujt me akceptu disa dietar, e kanë mohu edhe ardhen e Imam Mehdiut. Ka dhënë qysh, ka me pas khalif musliman udhëheqës, e ka me dal një halife tjetër, kjo është jashtë rregullave fetare. Se fetarisht nuk lejohet që mi dal karshe prijesi do udhëheqit musliman. Sepse kësa i thënë khuruj dalje dhe nuk lejohet me rregullat fetare. Por gjitha këto janë me rregullat të përgjithshme fetare. Na kur kemi folë për Mehdiun, kemi folë me rregullat specifike dhe të veçanta që kanë të bëjnë me këtë fenomen dhe me këtë dukuri që do të vije para ditës së kiametit. Do t'i përmend me disa argumente generale të gjitha atyve që edhe e mohojnë Mehdiun, apo i mohojnë disa shenja të kiametit. Thonë se Kur'ani se ka përmend Mehdiun. A keni lexuar ndonjëherë një ajet kuranor ku përmendet Imam Mehdiun? S'përmendet Kur'ani Imam Mehdiun. Edhe është e vërtetë që nuk përmendet. Nuk përmendet Imam Mehdiun në Kur'an. Mirë, Dejjali përmendet në Kur'an. Dunja Fiza, kemi në gjami? A? Ku? A përmendet në Kur'an si falet namazi i drekës? A shkruan diku në Kur'an se namazi i drekës i ka 4 rekate fars? A? Unë sa i di jo. E a shkruan diku se du të me thonë Allahu Ekber, masani du të me thonë kështu? Jo, nuk shkruan. As për drek, as për ikindin nuk shkruan se i ka 4 rekate. Në Kur'an shkruan dhe kimu salah, falin në namazin. Falin në namazin. E mirë, sa rekate i ka kjo e kimu salah? Kretë janë këto që i ka shpjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka shpjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ela inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Thot Allahu mua ma dha Kur'anin edhe të njëjtën së bashku me Kur'anin. Është për qëllim hadithin. Se fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë komenti Kur'anit. Dhe janë vahi, janë shpallje. Andaj thot Allahu azza wa jall, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Thot Allahu azza wa jall, ky pejgamber nuk fol për mendes vet. Ky s'fol çka të vjen në mend vet. Jo. In huwa illa wahyu yuha. Kreç çka thot ky pejgamber është vahi, është shpallje që Allahu ja shpall këtij pejgamberi. Ky pejgamberi Allahut kur ka fol, Allahu e ka mësuar ashtu me fol. S'ka fol ki si ka pas që vet. Kur ka fol për Imam Mehdiun, Allahu e ka mësuar me tregu për Imam Mehdiun. Kur ka fol se dreka i ka 4 rekate, Allahu e ka mësuar me tregu se dreka i ka 4 rekate, edhe rekati ka 4 janë 2 të shehuda kështu me rast. Allahu e ka mësuar. Ky s'ka fol, sa dikush thotë valla në Kur'an nuk shkruan se 4 rekate drejk, unë 5 kam i fal.
A që dhe dhe, pse 4 mi falë, diti falë, po lodhë nga 4, ma shpejt. Nuk kam Kur'an kjo. Nuk kam Kur'an kjo. E kjo argumentim nuk mban hiq të keni të qartë se keni me gjetë në met që i thënë një tajfe e njerëzve që i thënë vetës Kur'ani jonë. I thënë me thonë kështu Kur'an gjitë. Pse i thënë ashtu? Keni mi pa ato njerëz devotshëm, të mirë, musliman. Ato se pranojnë hadithin e pejgamberit sallallahu. Thënë na veç Kur'an çka shkruan. Kjo që ka thonë pejgamberi sallallahu, kjo ka mund ndryshu, që a ka hadithe daife dhe sahih, në të në po, a shef kjo nuk është kete sigurt. Që një qëfar shqellimi i bëjnë Islamit. Edhe qënë shibe dhe thëjnë, valla, ajo që është i sigurt të në Kur'an. Po dhe me ki Kur'an thot se pejgamberi kur ka fol që ka mësu Zotin. S'ka fol për kryes vetë. E të keni të qarta, pika vinë këto mendime, pika vinë këto besime, të cëtë besime ne vendon njëre, munden me na e lëkund atë që e dim me vite, edhe ty me të habit. E të gjdere, me pas përgjigjen hazër në gjep. Me thonë, po, ama ki Kur'an thot se ki Muhammed s'fol për i mendës vetë. Pejgamberi jon kur ka thonë diçka Allahu e ka mësuar ashtu me thonë. Dhe pik. Allahu ka thonë se ky pejgamber s'fol për mendjes vet. Neve na intereson sa i ka thonë, për ne ky pejgamber këtë lafa se ka thonë. Nëse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, u kry na edhe ibadetin e bëjnë as i ka thonë. Edhe besimin e ndërtojmë pas të asaj që e ka thonë. S'ka këto neve me dyshum në thonjët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se vetë dyshimi i adhem billah është dyshim në fejnë tënde. Se po që se dyshon në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ke dyshu në ajeti kuranor ku Allahu thot se pejgamberi Allahut nuk fol për e kryes vet. Për e epshit vet. Fol Allahut që ka mësuar. Andaj të jeni të vëmendshëm. I dyti dyshim thënë se hadithet që flasin për Mehdiun nuk janë në Buhari dhe në Muslim. Thënë të shinkon në Buhari dhe në Muslim, ishte konë ndryshe muhabeti. Themi nuk është e vërtet. Se hadithet që flasin për Imam Mehdiun ka një pjesë për tyre që janë edhe në Buhari dhe në Muslim, të cilat hadithet përshkruajnë Imam Mehdiun. Por është e vërtet se hadithet, një pjesë prej haditheve që janë Buhari dhe në Muslim, nuk e përmendin Imam Mehdiun me emër, por e përmendin me cilësi. Sikur në timet tonë shtash, ka me hi hoxha në xhami, ta dini hoxha e ka një qalme, e ka një gjibe, hoxha ka mjekër edhe del ungjët që ati shkon ungjët edhe, kur të vere qa njeri me qalme, me gjibe, edhe të ungjët që ati ta di se qaj është hoxha. Ama mund kërkun së shkunu të balë hoxha dhe kërkun nuk thotaj se hoxha e ka emrin Mara. E ti qka pret? A ka dikush për juve me qalme, me gjibe këto? Edhe që del që ati ungjët? Po s'ka. E ti me thonë, ja valla, se i kalëzu emrin, se pranoj. Dijit se qaj është, Imam Mehdi ka këto sifate, e shtash pëse s'ka na përmend në disa hadithe që janë Buhari dhe Muslim me emër, Mehdi, jas, si pranoj. Pastaj përgjigja dytë është se edhe jashtë Sahihut të Imam Buhariut dhe të Muslimit ka hadithe të sakta. Ka hadithe të sakta edhe të Musnedi Imam Ahmedit, të Muwatta Imam Malikut, ka hadithe të sakta në Sunen e Abu Davudit, në Sahihut, Tirmidhiut, Ibn Majahs. Të gjitha këto libra të hadithit do të ka hadithet të sakta, të thotë hadithet nuk janë në Buhari dhe në Muslim. Se s'ka mujt Imam Buhariu dhe Imam Muslimi krejt thënjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ti përthekojnë, s'kan mujt, s'kan arrit. Edhe pse Imam Buhariu gjithë jetën e ka kushtuar kësaj pune, edhe së bashku me Imam Muslimin, Allah i mëshiroft që të gjithë, por s'kan mujt me arrit
qëllimit dhe misionit të vetë, sepse ka hikmet në këtë punë. Sepse puna në shërbimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri në ditën e sodit si shkencë vazhdon. Hala ka në fakultete kur shkojmë na me mësu për xhallëk, ai do të cilën fakultet do, ai do në fakultetin e hadithit, ai do në sheriatit, ai do të thirrjes islame. Kryesisht këto trija sillet. Edhe ti thu panon ka fakulteti i hadithit, deri në ditën e sodit hala ka hapësirë dhe ka shumë shkenca dhe ka shumë punë që kanë të bëjnë me thënjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që nuk janë kry hala. Hala ka studime të reja, punë të reja që s'mundet me i përthekum me ti. Edhe deri në kiamet ka me pas hapësirë me studiu dhe analizu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj themi, edhe nëse e pranojmë këtë, se s'janë përmenta me emër dhe me mbiemër Imam Mehdiu në Buhari dhe në Muslim, është përmend me emër dhe me mbiemër në hadithe të sakta që janë jashta Sahihut të Buhariut dhe Muslimit. Që ka plot hadithe që na një pjesë prej tyre edhe i përmendëm. Thënë, dhe kjo është e fundit në argumentimin e tyre, thënë, këshira, me qelë derën e ardhjes Imam Mehdiut, e qelmi derën e njerëzve që kanë me dalë dhe kanë me thonë se unë jam Imam Mehdi. Lom hapësirë me manipulu njerëzit me këta, ma mirë për fillim thëna se s'ka Imam Mehdi, edhe s'kina problem, s'kina fitne, s'kina fesat me këtë punë. S'kina fitne dhe s'kina fesat me këtë punë. Sidomos o vlezër pushtetartë. Pushtetartë, në veçanti ato pushtetarë musliman, hiç ju pëlqen atyve tregimi për Imam Mehdiun. Dhe kanë qef me përmend kështu shumë kalimthit. Se u tregova të pushtetarin a i mirë o konën, nëndër pse e ka pa një djetar të ashkel shtratin, do në është në qartë. Ka mendu se ka marrë dhe ka me marrë pushtetin. Nëndër. E përmendëm tregimin pardje, tregimin asaj ëndra. Nëndër pushtetari me pasë dikush e ka marrë pushtetin e ka dritë karikën, ai nesër hallakon ban në shtetin e tij, disa njerëz i burgos, i vratë i zhduk, vetëm e vetëm që mos të shkojë menja se mundet me ndodha ajo. E dali Imam Mehdiut ka më nënkuptu që gjitha pushtetet në atë kohë të binë. E disa që kanë thonë si argument, nuk dhe me qelë këtë se kanë me dollë njerëzit që kanë me thonë se ne jemi Imam Mehdi, e ata realisht s'kanë me qonë Imam Mehdia, edhe ka mu bo fesat, ka mu riziku shteti dhe pushteti, kanë me dollë njerëzit kundër pushtet mbajtësve, pushtet mbajtësit kanë me dërgu ushtri, do dherë dhe gjaki, do vriten, dhe bond, kështu dhe bot ashto. Na themi, dalje Imam Mehdiut nuk është një dalje veç kështu, çka ti kujtohet. Se ka edhe njerëzi mas vdekjes pejgamberit sa ose që ka thonë se janë pejgamber. Ama ato s'janë pejgamber. Edhe ato kanë bo fesat, ama nuk do me thonë se një me janë pejgamber. Edhe ardhe Imam Mehdiut ka rregullat e veta. Sikur që i përmendëm, ka emër, mbiemër, ka adresë njeriu. E ka numrin e amzës e ka, sikur se sot ti mundesh edhe me gjithë di kanë me pas emrin dhe mbiemrin tanë, dhe plot ka, ama e ka numrin e amzës. Kur ta qesh ati matiqnin tak, numrin e amzës, ti e shes se e ki 49, ta e ka 45, po themi kushtimisht në fond. Qaj numër dhe dhe qaj numër juve, edhe Imam Mehdiu i ka ato shifrat e veta që i përmendëm, ka cilësit e veta, ka përshkrimin e vetë, që Allahu e ka ndalu që gjitha ato mu bo bashkë të një Mehdi i rejshëm. Së mundet këtë që ato cilësi mu bo bashkë dhe me konët të një Mehdi i cilë është i rejshëm. Allahu ka përcaktu që këto me qenë DNA-ja e jashtme Imam Mehdiut që së mundet as kush mi falsifiku. A i mundet me pretendu, ama si ta shtish atë skenerin islam, delë sa është falsë.
Dikush mundet me falsifiku parat. A me ti eshtin skener të regon që janë false. Dikush mundet me pretendu se rrenjsh është Mehdi dhe është false, nuk është real i vërtet. Ama ti, thu tamam, prit veç pak ta kallë mina skenerit, që tapin ta qelone. Që ka thona ka uq, këtheja dersin prap, kamera, qele kamerën, këtheja dersin prap, unë në dash ka kështu, ti unë në top e kije. Ja, balin e matë, ti unë balin që ka, që iq balin. Ti ka në iq pa flok. Ja, së mundët. Muhammed ibn Abdullah, kje emrin? Kush është stërgjishja jot? Po da stërgjishja më është Ahmedi. Ja, së mundët. Hasonë dhe me ka. Po skeneri e determinon. Dhe Allahu të edini, dhe të mos keni kur shyben këtë. Allahu e ka ndalu që gjitha cilësit dhe përshkrimet e Imam Mehdiu të vërteta me qenë të mundshme të bëhen bashkë tek një Mehdi i rrenjshëm. Veç tek Mehdiu i vërtet kanë me qenë ato bashkë. Andaj njerëzimi krejt kanë me pranu Imam Mehdiu. Sa Allahu cilësit nurin e pranimit ka me lonë në ftyrën e tij. Kur ta shofi ummeti atë njeri ka me ditë dhe ka me adosh zemër, ka me thonë, që ki ka naj. Te këto të rrenjshmit, mundet më mbledh rreth tij 100.000 dallavergji, ama për një me musliman, do thonë krejt ummeti nuk mundet. Mundet më mbledh edhe musliman të mirë rreth tij, ama një numër i vogël, jo të gjithë. Se ka pas një historinë islame që, si që të regum na, dhe janë raste shumë të pakta ato të vogla, që ka dollë dhe ka pretendu njeri i mirë, se është një Mehdi, si pasoj një ondra. Ama i ka pasu një grup i vogël, jo, se ka pasu krejt ummeti. O gjallartë, se kam përkra, djetartë se kam përkra, kanë thonë, jo, kisë është. Andaj të ndëruar vëllezër, këto janë 3 dyshime që ata i hedhin dhe u përgjigjëm në gjitha këto 3 dyshime me gjitha argumentimet. Dhe në fund, dikush ka me thonën dhe me kaq e përmbyllim këtë shenjë të kiametit. Dikush ka me thonë, po ka me doli Imam Mehdiu edhe pak, ne t'ilon punë, aj kur t'vere ka me ndreq, se ma mire di me ndreq punë. Jo vëllezër. Ne kemi obligim të punojmë sipas rregullave dhe parimeve islame. Na duhet të punojmë, të jemi aktiv, të praktikojmë fenë tonë, thu se s'dim kur gjohë për Imam Mehdiu. Thu se ai do vije mas 1000 viteve, që neve hiç s'ka me na rokaja. Na duhet të punojmë, praktikojmë fe, të zbatojmë fe, të punojmë ka e mira dhe mbara, të bëjmë thirrje islame dhe të e përgatisim terrenin. Dhe të përgatisim terrenin në thirrjen islame, thu se Imam Mehdiu na ka thonë dikush të del pas 1000 viteve. Thu se neve s'ka me na rok hiç ajo. Edhe pse na e dim se kiameti dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu janë dërgu. Kështu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Bu'ithtu ana wasa'aka hatain. Unë edhe kiameti kështu jemi. Çka që nga të njëri tjetri. Çe? A shefte këto dy gishta që i lëvizin? A janë larg? Shumë gati janë valla. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para 1400 viteve thot, unë edhe kiameti jemi qështu bashkë. Qka që nga të nëna tjetërës jemi. Ama na kur s'du të me lonë punën. Na gjithë një du të me punu ka mira dhe mbara, dhe asë njerën nuk ban me arsjetu dembellukën dhe neglijencën tonë, me arsjetimi se që edhe pak do vije Mehdiu, a i ka me ndrejt shpunë, a na zdim, na imi dopë, na imi kështu, ashtu, jo, kjo argumentim nuk më ban. Andaj o vëllezër të dashur, ka punu për fejnë tuaj. Praktikone fejnë tuaj, jeni krenar që jeni musliman, të mbeteni krenar që jeni musliman, trit të praktikojnë dhe zbatojnë fejnë, të rejat të mbolohen, të eduan islamin dhe të falen, të erujt namuzin dhe nderin. Na që jemi ma në vite, na të jemi shëmbëltyre mirë për këta. Ti thrasmi ka e mira dhe mbara, kur të na shofin neve, të shofin moral, të shofin esnaflëk, të shofin domaqenlëk, të shofin urtësi, mençuri, larpamësi, na kënë lakmi të bëhen si kur na. Andaj të jemi të vëmendshëm, se secili prej nesh reflekton dikun. Na jemi pasqyra e ardhmërisë tonë, pasqyra e rinisë tonë, ato të na këshiren. Si kurse njëri për të ndrejt frizurën këshirët në pasqyre,
njëri edhe për ta formu personalitetin e tij, i këshirë dhe i shef gjeneratat më të mëdhaja. Na si kemi me qenë, qashtu ata kanë me pa veten pasqyre se si duhet të bëhen në të ardhmen. Andaj një hiset e gabimeve që e bëjnë trit, na i kemi. Andaj shpesh ju tham xhamatlive, bëhuni serios. Bëhuni më të vëmendshëm. Se kam për ti që të ndëgjojsh Kur'an, e kam që të ndëgjoj djalë atë nipi atë që vjen me ty të shohë ti se ti e të ndëgju Kur'an. Jo ai kur të bëti i madh, thot edhe baba jam me kizanat kur kënaqë Kur'an edhe ai lujka atje në livadh. Kur të ndëgjohet ligjërat, ta ndëgjosh me vëmendje, jo se për ty, se ti mo kjarë në xhami, ti me sajla traktori se në qes për xhamie. Ama nipi jot, fëmia jot, djali jot, çdo matrit që janë këto. Kur të shohin ti si më i madh se terbjelin ders, edhe ai do të bëhet terbjelin ders. Edhe ai ka mengu ders. Kur shohin se ti jep sadaka, edhe ai ka më dhon sadaka. Kur shohin se ti respekton, edhe ai ka më të respektu. Se ne jemi pasqyra e njëri tjetrit. Kur shohin se ti je snaf domaqin, llafët i ki me vend, edhe ai kupton se si është bontoni i të folmës. Do ta kuptojë se kështu qenë ka rendi i të folmës dhe këtë bonton u dashka une me implementu në jetën time. Jo të but, jo serios e të flet janë nge junga. Dhe t'jemi të vëmendshëm, t'jemi të kujdesshëm se na frontin e kemi obligim me mbajt gjithë së bashku. Asë njerë zban na mu pështet dhe arsjetu me shenja të kiametit dhe mu arsjetu me disa ndodhi që kanë me ndodhë ndo një herë. Që veç një madhë dhe zotë e dinë se kur kanë me ndodhë. Na deri në frimajrën e fundit du të me punu. Andaj, kur i pytën disa djetarë dhe i thanë, kur kina me pushu? Tha, kur kina mundalë? Kur dhe i se balë? Kur kina me bo balë? Atë ka shkundë një ndërmen. Ti si mu këshe përgjigjë mu? E unë ti si të kësha përgjigjë? Na kishë mi thonë, o kaj dive, do më ndomina. A dini që ka thonë? Balë dhe tjesë dhe kina mu pushu dhe kina me undalë, kur komën e djathë kina me vënu në gjenet. E atëre, kina me thonë balësht. Deri sa, ta bim dakikin punën të eshtim komën e djathë në gjenet, deri atëre s'kina mundalë. Atëre kina me punua, kina mu mundu në varë me dhonë sual, me kalurën e siratit, me dhonë gjeva pra buraleminit, e kur ta kaloj murën e siratit, ta vënim komën e parë, komën e djathë, në gjenet, e atëre muna me thosë, se shtash muna me pushu. Deri atëre o vëzër, kina me punu gjithë së bashku. Allah ju bekoft, e ju dhash të mirat e dunjos dhe ahiretit, Zotë ju shpërbleft, që e respektut dhe nderut këtë mejlis me prezencën tuaj, Allah u dhash të mirat e dunjos dhe ahiretit, edhe njëra, po alhamdulillahi rabbil alamin. Zotë i razikoft.